është kulla me të shalës një unik. E brenda saj me 24 qershor të vitit 98 u zhvillua një takim i rëndësishëm. Ishte vetë i dërguari special i presidentit amerikan Bill Clinton, Richard Holbrooke, që për herë të parë takoi përfaqësuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pjesë e këtij takimi ishte edhe ish diplomati amerikan Christopher Hill. E ky i fundit para ish ushtarëve të UÇK-s e gjeti veten edhe pas 27 vitesh. Këtë herë si dëshmitar i ftuar nga mbrojtja e ish drejtorit politik të UÇK-s, Hashim Thaçi, në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Fillimisht Hill tha se në çështjen e Kosovës u angazhua nga vetë sekretarja e shtetit, Madeleine Albright. Që në fillim fare jam përpjekur që me kolegët e departamentit të shtetit të mund të ndërtonim një plan autonomie në mënyrë të tillë që të kthehej autonomia e Kosovës në mënyrë që Kosova ta kishte vetë qeverisjen e vet. Kjo ishte pista kryesore që ndisni me Kosovën dhe Serbinë. Ish përfaqësuesi i departamentit amerikan të shtetit në Kosovë tha se në palën kosovare ishte vështirë të gjendeshin njerëz që mund të flisnin me autoritet. Kjo në atë kohë ka qenë një sfidë e madhe, në disa momente ishte vështirë që të gjendeshin njerëz të cilët mund të flisnin me autoritet, pasi çdo kush kishte një mendim. Nuk ishte problem që të gjendej dikush që kishte një mendim, problemi ishte që të gjendej dikush që kishte autoritet. Hill foli edhe për deklaratën e ish diplomatit amerikan Robert Gelbart. Ky i fundit UÇK-n e kishte cilësuar si terroriste. Ai e konsideronte UÇK-n si terroriste. Ky ishte një koment që ai bëri për shtypin dhe pak kohë më pas ndodhi një incident ku forcat e sigurisë serbe rrethuan shtëpinë e familjes Jashari dhe përpasoi të gjithë u vranë aty. Ky ishte shpërthim i madh i veprimeve armiqësore, pra pati shumë kritika për deklaratën e Gelbart se UÇK-ja ishte terroriste dhe kjo në një farë mënyre kishte shkaktuar këtë ngjarje të veçantë të shkaktuar nga forcat e sigurisë serbe. Hill u bë dëshmitari i radhës që para trupit gjykues thotë se UÇK nuk kishte një hierarki vertikale. Jo, nuk e besoja këtë gjë. Unë mendoj që ishte më shumë një përpjekje për të treguar se ishin një ushtri në mënyrën tradicionale me hierarki vertikale. Ishte një orvatje për të na treguar ne se kemi struktura normale politike ushtarake dhe ne t'i merrnim seriozisht. Diplomati tani në pension që se fundmi shërbeu si ambasador i SBA-s në Beograd, tha se UÇK dëshironte pavarësi dhe se ishte interesuar të punonte me SBA-t.